gjak, më i keq se çdo svalliu që ka sulmuar këtë tokë. A nuk është ky një ballaban? Një abza. Çfarë mund t'i thuhet këtij? Ndaj dhe ndërimi i Skënderbeut për çdo shqiptar të vërtet është detyrim. Ka dhe detyrim edhe përgjegjësi. Miq, po ta përmbledhim me dy fjalë amanetin e prisit ton të pavdekshëm, ai është ky për shqiptarin. Kur mos u dorëzo. Ky është frymëzimi i përjetshëm për të gjithë ata që i thonë vetes shqiptar. Ndaj dhe të vazhdojmë në këtë betejë kundër këtij pushtuesi tegër që ka shtruar, ka vendosur mbi shqiptarët një sistem të shfrytëzimi kolonial duke vjedhur pasuritë e tyre, duke vjedhur fondet e tyre, duke poshtruar gjysmën e kombit. T'i japin përgjigjen që meriton. Çfarë ishte Skënderbeu? Mbrojtësi i qytetërimit perëndimor. Po të lexoni raportin e dieshëm në Parlamentin Evropian. Po ta lexoni atë raport. Ballabani duket lule krahasi me Edi Ramën. Me ato që i ka bërë Shqipërinë, me largimin që i bën nga Bashkimi Evropian. Dhe gjitha kjo për vjedhjet që ka bërë. Ato që keni dëgjuar për Lubin, ato janë të gjitha të titrat parë. Ndaj dhe të frymëzuar nga prisi ynë i përjetshëm, të vazhdojmë këtë betejë, gjerë në çlirimin e plot, gjerë në shpëtimin e plot të Shqipërisë, gjerë sa të bëjmë qytetarë shqiptarë të lirë, ashtu si princi i këtyre i përjetshëm Skënderbeu. Lavdi Skënderbeu, vepër s'pavdekshme të tij, lavdi krutaneve dhe krutanëve që bën shkruan faqet më të ndritura të historisë kombëtare në udhëheqjen e tij dhe që vazhdojnë të qëndrojnë në krye të përpjekjeve të opozicës për liri, për dinjitet, për votë e lirë, për të ardhmen e shqiptarëve në Europë. Faleminderit.